Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Kështu duhet bërë, duhet drejtur. Sikush. Si këta dy që bën këtë siklën. Për çu do themi, edhe kështu. Ashtu dhe. Të jemi në rregull me çfarë do të gjë që të ndodhi. Mund të hidhemi sa më një krah, aq më tjetrën. Kështu do hidhemi për vjeçën e kësaj jave. Kemi bërë një analizë të dëmeve ose të çfarë mund të ketë shkaktuar ushqyerja me mandarina me pesticide brenda tek populli ynë trim dhe lishitashës. Edhe të vetme të dy. Duke filluar pra 10 gjëra që mund të 10 ngjarje që mund të jenë shkaktuar pikërisht nga shpërndarja në publik e mandarinave të shkëlqyera me pesticide. Shiko, unë mendoj që një nga efektet kolaterale të dëmeve që ka bërë kjo, domethënë në tru ose në organizëm, është edhe vetë tentativa jon si shqiptar, si ekonomi, për të eksportuar 21 ton mandarina me pesticide. Se vetëm dikush me marrje mendje dhe barket vjella mund të mendoj ose shpresoj që mund të funksionoj. Po pra pasi hëngrit parën, hëngri apo ja dhan nuk e dim. Do në hëngri vet apo ja dhan me zor nuk e dim. Po mas kësaj këtyre. Po kjo që nga ke parasysh sigurisht jo se ti smer drogra pa asun. Po, thash se thaje Por Filiz. Po ndonjë DJ që nuk është këtu prezent mund na thoshte që po të pish LCD për shkak të ban 12 orë kështu. Në klub natë, kështu është dhe kjo mandarina Blerina. Ashtu dhe këtë po që nga bukur. Që nga bukur. Një nga efektet e tjera e kemi parë gjithë, një nga efektet e këtyre mandarinave ishte edhe propozimi i qeverisë për të krijuar mikroshtetin Bektashi. Thuhet që ky propozim erdhi mbasi kryeministri gabimisht konsumoi një mandarinë në një baçe, pra gjatë vizitës në një baçe konispoleze. Shiko, i atribuohet po ashtu ushqyerjes me mandarina edhe ulja në gjunjë e Ramës përpara melonit. Burime të pa identifikueshme bëjnë me dije se mandarina para çdo takimi me melonin. Burime të tjera më thon mua që në atë kutinë që donte të jep si dhuratë në vërtet kishte një mandarin, pa ajo nuk e hëngri atë kokë mandarine. Pra vetëm ky ngeli dhe ajo ndeti në këmbë si njëri që s'ka parë mandarinë me sy. Një tjetër efekt i mandarinave me pesticide është kur drejtoreshat kapin kapset e letrave dhe i hapin ballin kolegëve dhe varzëve të tyre. Kjo pra që ka motivi i dobët, kur thon për motive të dobta. Dhe në rast dhe në një rast që thuhet dobët dhe me pesticide. Në një rast që thuhet që ka ndodhur, policia pas ka mbledhur dhe lëvozhga, si quhet, lëkura mandarine. Edhe bërthama mandarine si provë materiale e krimit të kryer. Se nuk i ke dot nga kryeministri ta thash. Flitet që edhe ai momenti tensionit, ajo shkarja që pati në transmetim live në Instagram dhe TikTok dhe te Rrugaçi Lagjes, që tha fuck you. Erdhi si pasojë e konsumit e ushqyerjes me stomak bosh të një mandarine me pesticide sapo ishte zgjuar. Blerina, pas qerojmë. Ajo nuk ishte as shkarje, as shkitje, ishte diçka në mes, shkaritje. Diçka tjetër, një efekt që ndodh rrallë, sepse efektet e këtyre mandarinave me pesticide zakonisht ndjen tek njerëzit, por është vënë një rast kur zonja drejtësi, një pikturë ashtu, i kishte sytë e gjakosur. Pra ishte një ke parasysh pikturë e zonjës drejtësi që nxorën e sillnin lart, por doli edhe nëpër lajme ku diun. Ishte me syt kuq. Me syt kuq. Nuk do thotë që ajo ka ngrënë mandarina, edhe pse nuk përjashtohet që të ketë ngrënë mandarina me pesticide në kohën e vet. Por unë mendoj që dikush ja ka lyer syt me lëng mandarine nga ky pesticideve. Shiko, edhe në gabimin e Vučić, kur votoi rezolutës në KB për të ndaluar luftën në Ukrainë, mendohet që qëndron në thelb një mandarinë me pesticide. Një ose më shumë, se Vučić është me një nuk bie kollaj në tokë. Jo, plus që kryeministri jon kujdeset që ti mbërrin me tonelata, jo 1 e 2 kokra. Kështu që janë nga ato që i ka çuar ky.
E ëngri. Po këta vetëm LCD, këta liderët global kështu janë, Se LCD dhe meloni mandarina. Po ky e ha. LCD dhe mandarina. Blerina, të kujtohet që u bë, ose të paktën kështu u tha që u bë një tender për llogaran, pastaj u prish ky tender dhe u ribë me një 50 milion ekstra. Po. Sigurisht që ata njerëz, pra kushdo që mori vendim aty, kish ngrënë nga një thel mandarin. Ja pra sa po dëgjojmë Kassandrën shqiptare që e dinte këtë punë e mandarinave shumë kohë më parë, bëri edhe këngë për të, po kush e dëgjoi? Shiko, edhe në vendimin e KQZ-s për t'i hequr një mandat Korçës dhe për t'i shtuar Tiranës, mendoj që qëndron ajo kokra mandarin me pesticida. Të kujtohet kërkesa që i bëri presidenti turk. Që thahet Aman, ma zgjero pak. Po. Thotë që në dorë kishte një mandarin duke pritur që t'i fuste një thel në gojë, po ai nuk e hëngri thelën. Dhe zgjerin me sa duket nuk do të ketë. Mirë. Dash mirë, dash keq, si të duash ti. A mund të Mundesh. Çfarë kemi dashur DJ? Besa një blok reklamash. Pas kemi reklama, mbas reklamave do i qerasim një gjë shumë të bukur.